Qeveria vazhdon për çështje puro politike me bloku kryeqytetin. Çfarë hipokrita, çfarë hipokrizie. Nga njerëz që janë të paaft, e ftoj prokurorin që të ndërmarrë masa të menjëhershme. Për fat të keq, prap punët tona po bllokohen. Po i bllokojmë 30.000 banor, 30.000 qytetar të kryeqytetit, me ju kriju mundësinë me kalu të sigurt prej anës të Arbërisë në qendër të kryeqytetit. Kujt po i pengojnë këto punë? Qeveria vazhdon për çështje puro politike me bloku kryeqytetin. Derisa të njëjtën kohë ju jep leje sektorit privat. Çfarë hipokrita, çfarë hipokrizie. Ne kemi kry projektin, kemi nda buxhetin, kemi fillu punimet, po vazhdojmë punimet me intensitet, e ata vinë edhe e blokojnë kryeqytetin në mënyrë të jashtëligjshme. Nuk do të lejoj, si kryetari kryeqytetit, që të bllokohen më shumë se gjys milion banor të kryeqytetit, nga njerëz që janë të paaft, që nuk ja dojnë të mirën këtij qyteti, që nuk ja dojnë të mirën këtij vendi. Prandaj, e ftoj prokurorin që të ndërmarrë masa të menjëhershme, të gjithë këta bllokues e sabotues me shku në prokurori. Nuk kanë asnjë bazë ligjore, domethënë thirrën në dokumenta që nuk ekzistojnë. Nuk kanë asnjë bazë, po vazhdojmë me punë dhe do të vazhdojmë me punë, nuk ka asgjë që ndal